Syri i kaltër si një ndër bukurit më të ralla natyrore në jug të vendit vijon të tërheq një numër të madh turistësh edhe gjatë kësaj pranvere. I njohur për ujin e tij të kristalt dhe ngjyrat unike, ky destinacion mbetet një nga pikat më të vizituara nga vendasit dhe të huajt. Vizitorët shprehen të mahnitur nga pastërtia dhe bukuria natyrore e zonës, duke e cilësuar Syrinë e kaltër si një përvojë të veçantë që nuk duhet të humbur. Është hera e parë që jam këtu në këtë mrekulli natyrore, mund të them. Më pëlqen shumë. Është gjithashtu hera e parë që vi në Shqipëri dhe përmes agjencisë Son Turistike kemi bërë një tur dhe kemi njohur një vend të shumë të bukur. Nuk dija shumë për Shqipërinë. Pasi në vitet e fundit ka ndryshuar shumë gjëra dhe kishte pak informacion. Është një destinacion shumë i bukur për vizitë. Ne jemi një grup nga Gjermania dhe na është rekomanduar si një magnet turistik. Diçka të ngjashme kemi edhe në Gjermani, por kjo këtu është shumë e bukur në krahasim me atë që kemi atje. Pra jemi me grupin dhe donim shumë ta shikonim, përndryshe do të kishim vazhduar rrugën, po donim patjetër ta vizitonim Syrinë e kaltër. Kemi 10 ditë në Shqipëri dhe po bëjmë një tur. Është një vend i bukur. Natyra që kemi parë deri tani është shumë e bukur. Qytetet e vjetra dhe historia që i shoqëron janë shumë interesante. Duhet të them se kam respekt për këtë vend dhe për atë që është arritur këtu. Do ta rekomandonim patjetër sepse ishte shumë bukur. Ndërkohë operatorët turistik bëjnë të ditur se sezoni turistik ka nisur më herët se zakonisht, që në muajin mars dhe ka vijuar me një fluks të qëndrueshëm vizitorësh. Sipas tyre, rritja e interesit për Shqipërinë si destinacion turistik po reflektohet jo vetëm në jug, por në të gjithë vendin. Ata theksojnë se rezervimet dhe kërkesat për gujda turistike kanë qenë në rritje, duke dhënë sinjale pozitive për një sezon të suksesshëm. Ka filluar qysh në mars. Sezoni është bërë pak më i gjerë, por duhet ruajtur. Duhet ruajtur në sensin që të jenë gjitha gjërat, gjitha shërbimet ashtu siç duhet. Në të gjithë Shqipërinë, se bëjmë vetëm këtë pjesën e jugut, përgjithshmja është shumë e mirë. Përgjithshmja është shumë e mirë për disa arsye. Disa vinë me pritshmëri më të ulta, seç realisht janë, edhe thonë okay, është pas që ka zhvilluar ca, kurse disa të tjerë, patjetër diversiteti i Shqipërisë ka se çfarë ofron, domethënë shumë pak kilometra, ti gjen një vargmal, gjen një fushë të gjerë, një blerim ose një lumë të caktuar, kështu që ka një diversiteti e bën atraktive vendin tonë. Prania e lartë e turistëve dhe interesi në rritje konfirmojnë se sezoni turistik ka nisur mbar, me pasuritë natyrore që ofron si Syri i kaltër dhe me promovimin gjithnjë më të madh të vendit, Shqipëria po konsolidohet si një destinacion i preferuar për pushime. Nëse kjo ecuri vijon, pritet që ky vit të shënojë një tjetër sukses për turizmin në vend.